Atëherë kur linda Emin, më lanë 24 orë aty ku lindeshin, më torturuan shumë. Shifja dhimbje plot, i thash një vajze një bidon me ujë, ajo shtrin çmento i bërtisja. Mos u shis të marrësh infeksion, ajo ka lindur në mëngjes, kanë të gjithë natën uloriste. Më kërkoi ujë, dha gjithë bidonin e ujit. Por të nesër më mora vesh që kish marrë infeksion, që kisha të drejtë. Të nesmen më thanë prit ende, një mami më tha duhet alarmohesh se pos lindet dështon dhe vret dhe veten, disnin të dyja. U alarmova se dy tipja lek. Mami s'kishte ardhe ende, bani thot që s'kam lek, ndjen keq, nuk mi e pas Adiku as Nandi. I bërtita mamit shpejt urgjent, mi e plekët se duhet lind, se vdes dhe fëmia dhe unë. Vjen mami, japim 200 euro më duket, një doktoreshe që më kish marrë për sipër. Më bën një gjilpër se unë nuk duroj do të dhimbjet e lindjes. Më bën një qetësus, po ai qetësusim ishte që unë nuk hapja syt. Mblidhen 5 koka doktorash, unë me këmbë hapur, isha gati për të lindur. Kur hap syt shoh disa koka doktorash, nuk e di sa koka ishin, që po thoshin kjo mori fund, nuk po zgjohet për të lindur. Ta fusim në operim. Por unë u zgjova dhe lan vajzën tjetër që ishte gati për të lindur, merrni këtë njerëz se kjo është problematike në lindje. Dhe linda fëmin, por nuk më lan, është e vogël. Nuk qau me njerë, më thanë doktorat ma në prejnë kordonin, ishte si e nëzirë shumë, do më thënë, nuk duke i shumë allegro, ose si që janë fëmijë që ullë rasin, e mori më njanë, ishte një si perde, atje kanë goditur zemra nuk e di dhe qau fëmija, qau Emi dhe ma sodhi në dorë. Fëmin Emin unë e pash ma vu në krarorin tim. E për këdhejla vajzën, e pash kush është, dhe ma morën. E quan lartë, tek dhoma e fëmijëve. Kur erdhi bani e pa fëmin që janë vetëm fëmija jytë Emi. I thash merë ma sill, nuk ta japin. Më thanë të japim nesër. Pastaj si shqante më fëmija, i kishin bërë gjilpërën që mos të zgjohet. Pres në mëgjes, hiq. Tjerët e kishin marrë fëmin, vetëm unë s'po e merja. E lash gjithë ditën, u alarmova pastaj, i kiri dhënë fëmit, gjithë kanë marrë mamat fëmit, vetëm mua s'ma ke dhënë, unë zea. E mora fëmin, le mos të jetë zgjuar, le t'jenë gjumë, dua fëmin këtu. E mora me zorë fëmin, duke përtitur. Dhe ngacmoja fëmin, nuk zgjoj, gjithë natën zgjuar, prekja hundën, zgjoj, se s'preki, nuk lëvizte asnjë mimik fëmia, as fytyrën, as një lëvizje, vetëm rrifte zemra. Nga që rrifte e zemra, unë isha i qetë. Nuk isha alarmuar. Vetëm i thoja bleza ime, se kishte kokën si pufe. Dhe ishte e skuqur si e djegur në trup. Ashtu e kishte lëkurën e kuqe, gjak. E vogla ime, bleza ime, zgjohu, gjithë natën nuk u zgjua, në mëngjes u alarmova. I thash fëmija im nuk po zgjohet, prit dhe pak, thanë ato se do zgjohet, du t'i jap gjë si gjithë tjerët, por iku. U alarmova, ngacmova më shumë fëmin, jo trupin, jo hundën, të gjitha, i flisja, i afrova dhe gjirin, ende nuk u zgjua. Pastaj se u zgjua nuk di në çfarë orë, pas dite më duket, u zgjua vajza dhe piu gjirin e mamet, Eme. Me Aselian, nga që vuajta me Emen, e mora që ditën e parë. I thashë dua fëmin këtu. E mora Salinda, do me thënë. S'kaloj një orë e mora me vrap Aselian. Në krevat mbajta dola të nesër më duket me Aselian, ndërsa me Emin pas 2 ditësh se kisha antibiotik. Me Aselian kisha antibiotik. Kam det me Aselian 2 ditë nga antibiotiku. Ndërsa me Emin se ishte e vogël. 2 net me Emin se ishte e vogël, gjoja. Po i kishte çdo gjë okay. Ndërsa me Aselian se kisha marrë, më ishte krijuar një çist me infeksion që ma hoqi me gjilpër doktori mbas lindjes, por duaj antibiotik. Dhe më lan 2 net. Ditën e tretë erdha në shtëpi dhe me Aselian, por e mora me njëherë Aselian.